Mirë, jemi rikthyer drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion. Pa humbur kohë, ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore. I ndjek. Erion Velia i pritet kërkoj në gjykatën kushtetuese pezullimin e dekretit të presidentit Bajram Begaj për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit në kryeqytet. Burime pra avukatëve të Veliajt bëjnë me dije se ata nuk do të dorëzojnë një kërkesë të re në kushtetuese ku të kundërshtojnë dekretin e Begajt, por ankimimi të parë kundër shkarkimit nga qeveria pritet të bashkëngjitet edhe një tjetër për sigurim pa dije. SPAK dhe policia e shtetit kanë zhvilluar disa kontrole në Shijak dhe Durrës ku janë lëshuar 9 urdhër arresti. Pra nga 3 personave mes tyre Vullnet Muça, vllai i Rumit të Shijakut dhe Enea Kume, vllai i deputetit socialist Loer Kume, Vlash Draçi arrestuar i tret. Masa sigurie edhe për Aleksandër Lahon, Astrid dhe Aldo Avdylaj, dyshohet si të përfshirë në tjetërsimin e pronave në gjilin e Lalzit. 3 të mitur kanë mbetur të lënduar pas një sherrri jashtë ambienteve të gjimnazit Ibrahim Rugova në Kamës. 2 prej tyre janë plagosur me thika, ndërsa i treti është lënduar, por tashmë jashtë rrezikut. Blut kanë shoqëruar disa persona dhe po punojnë për identifikimin dhe kapjen e të gjithë shtetasve të përfshirë në konflikt. Këshilli i Ministrave firmos vendimin për krijimin e një shoqërie shtetërore për shërbimin e transportit publik me autobus dhe bilet elektrike. Parashikohet që të garantohet transporti në 7 itinerare turistike dhe në 3 zona të garantohet transport për në shkollë. Në Hag vion të dëshmoj diplomati James Kovey, ish zëvendësi i Bernard Kouchner në kohën kur u nënshkrua marrëveshja Rambujës. Kovey tha sot se Hashim Thaçi nuk ishte një person i dhunshëm. Përkundrazi, sipas tij, Thaçi u trembej komandantëve të UÇK-s që ishin famkeq për dhunë.